Nga fshati i Renci njësisë administrative Gurizi, kandidati i PD Tet Kupliku kërkoi mbështetjen e banorëve. Programi PD Tet Kupliku është i prekshëm veçanërisht për zonë rurale dhe zhvillimin e tyre. Gjithë lista e Partisë Demokratike janë njerëz që kanë ngrit shkallët e profesionit ose politikës vet, janë njerëz që përfaqësojnë diçka në fushat e tyre dhe nesër zonin parlament për Ragamin, për Rrenzin, për Gurin e Zi, po për tan Shkodrën, ka mu çu më shumë që ose ne çojmë një listë dinjitoze siç është lista e Partisë Demokratike. Programi i Partisë Demokratike është një program shumë serioz dhe shumë i prekshëm që prek direkt edhe këto zona. Pra për prodhimin e duhanit, për turizmin, për subvencionet, për ndihmën ekonomike për bizneset e reja, kërkoj votën tuaj për Partinë Demokratike për njëshin. Banorët e Rrenzit dhanë mbështetje maksimale teksa garantuan se vota e tyre do të jetë për alternativën e PD-s. Unë jam demokrat tash 34 vjet. Unë bëj llogaritmë lapës. Do të fitojmë primen. Do fitoj Partia Demokratike me këto procesinë që janë bërë 12 vjet. Kandidati Tet Kupliku tha se mbështetjen e kandidatëve të PD-s, Renci dhe gjithë Gurizi do të jenë më të përfshirë në parlament.